Drejtorët e Belinda Ballukut kanë shtrirë rrënjët e tyre jo vetëm në marrjen e tenerëve miliona euro nga institucionet që drejtojnë, por dhe në përfitimin e licencave dhe koncesioneve publike për ndërtime të parqeve fotovoltaike. Emisioni investigativ Fluk publikon të dhëna që tregojnë se si një tjetër drejtor i Belinda Ballukut është bërë pjesë e skemës 5B, duke përfituar nga leje për ndërtim parku fotovoltaik. Bëhet fjalë për Maksim Ethema, i cili mban rolin e drejtorit ekzekutiv të Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar. Motra e tij dhe Kunati kanë themeluar në vitin 2020 kompaninë Green Plus Energy. Pak kohë pasi u themelua, kompania e drejtorit të Belinda Ballukut do të përfitonte nga kjo e fundit një leje ndërtimi për një park fotovoltaik në fshatin Topoj të Bashkisë së Fierit, aty ku aktualisht Belinda Ballukut drejton fushatën elektorale të Partisë Socialiste. 2 muaj pasi është miratuar leja zhvillimore nga KKT-ja në korrikun e vitit 2023, Eva Kjaer vendos të shes 40% të aksioneve e kompanisë 4AM në vlerën 40.000 lekë. Në bilancin e vitit 2020 pasqyrohet se kompania ka një llogarit në vlerën 34.500.000 lekë, e cila sipas sqarimeve pasqyrohet si garanci paraprake për kryerjen e punimeve. Në bilancet e vitit 2021 dhe 2022 pasqyrohet dhe një tjetër pagesë, ajo për Bashkinë e Fierit, për marrjen me qirat të tokës. Në bilancin e vitit 2023 identifikohet më në fund se kush ishte barmirësi që i dha rreth 340.000 euro pa interes për 3 vite kompanisë së motrës së drejtorit të aviacionit civil. Sipas të dhënave rezulton se tashmë vlera 34.500.000 nuk paraqitet më si parapagim, por si një uaj dhënë nga ortaku 4AM SHPK. Pra e thënë më thjesht, motrës së drejtorit i lind dëshira të futet biznesit energjetik në Shqipëri dhe pse dekada në emigracion dhe me profesion guzhunjere. Për të realizuar këtë dëshirë, sepse duhen disa para dhe garanci në ndihmë, i vjen kompania bujare 4AM dhe Bashkia e Fierit. Njëra bamirëse me para dhe tjetra bamirëse me toka shteti. Në kohën kur 4AM tregoi bamirëse me kompanit e të motrës, Anta je pasaj 3 tendera në vlerën 500.000 euro. Një tjetër problem i konstatuar në këtë projekt është kategoria e tokës, e cila nuk e lejon miratimin e ndërtimit të një impjanti fotovoltaik, pasi sipas projektit është thjesht ranishte, por pa përcaktuar kategorinë. Ky fakt penal gjendet gjërësisht në kontratat e firmosura nga Balluku për Shqipërinë Superfuqi Energjetike, por që do të jetë objekt i një tjetër emisioni.